unë kam qenë klasa punëtore që zbatoja gjithë mbarvajtjen e shtëpisë. E para një herë nuk ka asnjë shpenzim të tepruar nga pretendimet që në i pretendim nga SMAK-u. Bëhet fjalë për operacionet shëndetësore të vajzës time dhe të mia, një operacion të zotit Meta, që edhe ato kanë qenë të deklaruara. Sigurisht pretendimet në dosjen e SPAK-ut nuk ka asnjë operacion plastik, nga ato që pretendohet. Biles Ilir Meta në familje për fatin e tij të mirë, por edhe për fatin e tij të keq. Për fatin e tij të mirë është që duke qenë burr shteti, ai nuk është marrë asnjëherë me gjërat e shtëpisë, pra me dritat, me ujin, me shtëpinë, me gjellën, me drekën, me darkën, me fëmijët, me shkollat, me spitalin e fëmijëve etj. Ky është fati i mirë, pra nuk ka shpjesë asnjë lloj shpenzimi dhe asnjë lloj marrëdhënie time me kushuririn tim Adrian Shatku, që edhe ajo është histori tjetër. Fati i atij, Qylaxhia i gjithë jetën ka përfituar një 10 milionë euro tani në Amerikë, se tani që çështja shkoi për gjykim do të hapen gjithë letrat, sepse është shkelur privatësia dhe gjithë marrëdhënia e mirëbesimit që ka midis SPAK-ut dhe Ministrisë dhe Departamentit Drejtësisë, sepse dokumentacionet e presupozuara që janë marrë të Adrian Shatkut janë marrë pa vendim gjykate, gjë që është totalisht e kundërligjshme dhe e dënueshme në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë që nga ana tjetër, po them ke fatkeqësia e saj është që Ilir Meta për hir të politikës ka kaluar shumë pak kohë me fëmijët e tij, gjë që e cila fëmijëritë e fëmijëve tanë nuk do të na kthehen më kurrë, sepse ne kemi menduar që duke u dhënë të tjerëve më shumë do të kontribuoni më shumë për vendin, por s'ka problem. Kështu që ju bëj thirrje të gjithë prindërve të rinj që të merren me fëmijët, të kujdesen për fëmijët, se hallet e partive edhe të shqiptarëve s'kan për të mbaruar kurrë.